Zoti Beci vizitë të shkurtër në Sfak. S'kam koment. Lutem, Nuk kam koment. Jeni zyrtar, lutem një koment. Për çfarë? Vetëm Kur vi momenti, ja jap momenti që duhet. Është vërtet që keni paraqitur dorëheqjen te zoti Rama? Prokuroria e posaçme ka marrë zyrtarisht të pandehur kryetarin e Bashkisë Shkodër, Benet Beci, duke i komunikuar akuzën që rëndon ndaj tij. Sipas SPAK, Beci dysohet për shkelje të barazisë në procedurat e prokurimit publik, në bashkëpunim me 7 persona të tjerë, në lidhje me tenderin Zhvillimi strategjik i sektorit energjetik, një projekt studimor me vlerë rreth 800.000 euro. Në këtë çështje është e përfshirë edhe Adela Ruko, bashkëshortja e ish-kreut të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Evis Perkleri, ndërsa të pandehur të tjerë janë Jonit Kazani, Edlira Mitrushi, Yll Kanishku, Rudin Gjoni dhe Premtim Daudi. Hetimi ndaj Becit është kryer në gjendje të lirë dhe sipas SPAK, vepra penale dyshohet të jetë konsumuar në periudhën kur ai ushtronte detyrën e drejtorit të keshit. Emri i kryebashkiakut të Shkodrës doli në hetim gjatë procedimeve ndaj ish-zyrtarit Evis Berberi. Gjatë kontrollit të telefonit të bashkëshortes së Berberit, prokurorët zbuluan komunikime mes tij dhe ish-drejtorit të Kesh, që lidhen me një tender për hartimin e strategjisë energjetike me vlerë mbi 830.000 euro me TVSH. Në këtë procedurë, Adela Ruko ishte caktuar kryetare e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Një nga mesazhet e sekuestruaras përmend ndarjen e fondit të tenderit, ku 500.000 euro do të shkonin për profesor të huaj, ndërsa pjesa tjetër do të ndahej mes zyrtarëve. Më pas, sipas hetimit, procedura e prokurimit u realizua pikërisht sipas kësaj skeme. Tenderi u shpall nga Kesh në janar 2020 dhe në garë mori pjesë vetëm një kompani, e cila u shpall fituese me një ofertë thuese të barabartë me fondin limit.